Shikues të nderuar, Talpo Televizioni u përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Revolta e Zvërnecit ka thyer kufit e kryeqytetit duke ushtrirë edhe në qytete të tjera, teksa së fundmi ka qenë sheshi Çeçistopulli në Gjirokastër, ai si u bë vatra e fundit e një val protestash që po gësheton zemërimin ndaj betonizimit të mjedisit me plagën kronike të Shqipërisë, atë të shpopullimit masiv dhe varfërisë së qytetarëve shqiptar. Revolta e Zvërnecit ka thyer kufit e kryeqytetit duke ushtrirë edhe në qytetet e tjera, teksa sheshi Çeçistopulli në Gjirokastër është bërë vatra e fundit e një val protestash që po gësheton zemërimin ndaj betonizimit të mjedisit me plagën kronike të Shqipërisë, shpopullimin masiv. Ky skenar i ri zbulon se si një projekt luksi në Bregdet po shndrohet në një katalizator të pakënaqësisë mjedisore dhe demografike në të gjithë vendin. Ajo që nisi si një konflikt lokal pronash në Portonov dhe u përshkallëzuar me përplasje fizike mes banorëve dhe policisë private në Vlorë, tashmë është ndruar në një revoltë kombëtare të udhëhequr kryesisht nga brezi i ri. Projekti është shumë miliarder turistik i planifikuar në peizazhin e mbrojtur Vjosnart në Zvërnec, e lidhur me investitorin amerikan Jared Kushner, ka ngritur alarm të kuq për shkatërimin e ekosistemit. Qytetarët janë mbledhur në Gjirokastër me sloganin "Shqipëria nuk shitet", duke parë rastin e Zvërnecit si një model ogursi. Protesta e Gjirokastrës mbart një mesazh më të madh se thjesht mbrojtja e flamingove të nartës. Ajo përfaqëson revoltën ndaj një ekonomie të pabarabartë që po zbras qytetet historike. Ndërsa qeveria mbron projektet e luksit si vizion për turizmin elitar, Gjirokastra, një qytet i mbrojtur nga UNESCO, po përballet me migrimi masiv të rinjve për shkak të mungesës së perspektivës reale. Gjatë udhëtimit të dielshëm në Gjirokastër u vërej një fenomen i rrallë dhe turistët e huaj u ngritën nga kafenet për të mbështetur kauzën, ndërsa interesi i tyre ishte i lartë, duke pyetur her pas here se çfarë po ndodhte. Ashtu si edhe në Tiranë, ku protestuesit kanë shprehur mosbesim të plotë ndaj qeverisë ashtu edhe ndaj opozitës tradicionale, edhe në Gjirokastër lëvizja tenton të bajë një karakter qytetar dhe të pavarur. Secili proteston për veten, po do të thoja që ky është ndoshta qyteti më madhështor në gjithë Shqipërinë dhe një perlë në Ballkan. Po na bie kalaja, po na dalin ujat e zeza në rrugë, po na bien shtëpit, monumentet janë të tëra të shkatruara. Domethënë kjo është e qëllim për të zbuar dhe për të larguar njerëzit dhe shoqërinë time dhe të brezit tim që nuk më kanë mbetur asnjë. Është një qytet me aq shumë vlera, në të cilët është turp, mund të them, për ne që nuk vlerësojmë vërtet vlerat e asaj që ne kemi. Dhe vërtet që ne duhet të fillojmë të vlerësojmë këtë që kemi, të punojmë për veten tonë, të punojmë për fëmijët që janë në kopshte pa ngrohje, të protestojmë për spitalin që nuk ka plazën për të bërë analizat e gjakut, për policinë që kapin njerëzit si kafshë rrugëve, jemi për rendin dhe për policinë të jenë si duhet dhe jo të mbrojnë oligarkët, dhe jo të mbrojnë hajdutët. Është një qytet që më vjen keq që po vita ditës po rënohet. Ka ngelur po bëhet mosha mesatare po edhe 50-60 vjeç. Nuk këtu në vend që njerëzit të bashkohemi bashkë si asnjëherë tjetër dhe të tregojmë vërtet kulturën tonë, dhe duhet ta fillojmë çdo ditë këtë punë. Poshtë komunistët, Rama në burg dhe Berisha në burg. Daj Gjirokastra, jo më me frikë, po çoni protestoni mbështesni rinin. Gjithë jetën kemi qenë me frikë, edhe brezimi edhe brezi juaj. Por tani është qua rinia, të mbështesim ata, sepse po bëjnë atë që ne nuk e bëm dot. Daj çoni. Unë është pronari. Edhe Ramës duhet i themi se e paguajmë ne, jemi ne pronarët. Po ai hiqet sikur është ai pronari ndaj nesh. Ai ka arritur arroganca, ati ka arritur kulmi. Edhe tha që jo 5.000 tha, po dhe 500.000 më rëzojnë dot, tha se unë kam 800.000 firma. Po sonte zoti Rama që janë 1 milion e gjysmë, të rëzojnë dot. Jep dorëheqjen se bustit të Enver Hoxhës ja hodhen litarin për së vdekurit, ty do të hedhin për së gjallë. Por jo vetëm në Shqipëri, edhe në vendet e tjera, diaspora shqiptare është ngritur në një valë masive protestash, kryesisht në Kanada, në SBA dhe në bar Europën, duke u solidarizuar me qytetarët shqiptar për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, por një herazi dhe interesin tonë kombëtar.
Diaspora shqiptare u ngrit në një val masive protestash në Kanada, SBA dhe mbar Europën, duke u solidarizuar me revoltat qytetare në Shqipëri për mbrojtjen e zonës së mbrojtur Vjosa-Nart dhe Zvërnes. Ky mobilizim ndërkombëtar tregoi se shqiptarët jashtë vendit e shohin betonizimin e pasurive natyrore dhe shpopullimin si një kërcënim të drejtpërdrejtë për të ardhmen e atdheut. Në Kanada, Toronto, komuniteti shqiptaro-kanadez umblodh në Toronto në organizimin e diasporës për Shqipërinë e Lirë. Përfaqësuesit e tyre u shprehën se kjo protestë bashkoi të gjithë ata që duan një Shqipëri ku fëmijët e emigrantëve të kenë arsye për të kthyer dhe jo në një vend që boshatiset për të betonizuar. Në New York, shqiptarët e Amerikës zhvilluan tubime dhe kanë paralajmëruar protestë të tjera deri më 15 qershor, duke bërë thirrje qeverisë shqiptare të anullojë projektet. Në Europë, protestat u ushtrin përnjëkohësisht përpara ambasadave shqiptare dhe institucioneve ndërkombëtare në Londër, Milano, Berlin, Mëny, Vjenë, Stockholm dhe Bruksel. Shqipëria është e jona, e tona. Shqipëria është e jona. Pavarësisht rritjes ekonomike të viteve të fundit, produktiviteti i punës në Shqipëri vjen të mbetet larg standardeve të vendeve të zhvilluara, të dhënat e përpunuara nga statistikat zyrtare. Tregojnë se për gjatë vitit 2024, ekonomia shqiptare gjeneroi mesatarisht rreth 995 lekë për çdo orë pune ose afërsisht 10 euro. Ekonomia e vendit prodhoi mbi 2.5 trilion lekë gjatë vitit të kaluar, ndërsa rreth 1.2 milion të punësuar punuan mesatarisht 41 orë në javë. Ku këta tregues kombinohen sipas formulës së produktivitetit të punës dhe rezulton se çdo orë punuar në Shqipëri krijon më pak se 1.000 lekë vlerë ekonomike. Diferenca bëhet më e dukshme kur Shqipëria krahasohet me ekonomitë më të forta të botës. Sipas të dhënave të OECD-s, vendi ynë prodhon vetëm $17 ndërkombëtar për orë pune, disa herë më pak se mesatarja e vendeve të organizatës, e cila arrin në $71. Në krye të renditjes qëndron Irlanda me $151 për orë pune, ndjekur nga Norvegjia dhe Luksemburgu. Ekspertët e lidhin këtë diferencë me strukturën e ekonomisë shqiptare, e cila mbështetet kryesisht tek shërbimet, tregtia, me sektorët me vlerë të shtuar e më të ulët, ndërkohë vendet me produktivitet më të lartë investojnë më shumë në teknologji, automatizim, industri të avancuar dhe aktivitete me intensitet të lartë kapitali. Në praktik, kjo do të thotë se shqiptarët punojnë shumë orë, por ekonomia arrin të gjenerojë dukshëm më pak vlerë për çdo orë pune krahasuar me vendet të zhvilluara të tjera të rajonit apo edhe të botës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.